Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut në futboll shihet gati për ndeshjen e sotme që do ta luajë ndaj Belgjikës në kuadër të eliminatorëve për kampionatin botror 2026. Përfaqësuesja belge është favorit absolut në letër kundrejt Maqedonisë dhe me çdo kusht i duhet vetëm fitoria. Belgët do të kenë mungesë Lukakun, teksa mbrojtësi Visar Musliu thotë se nuk do të vërehet mungesa e tij, pasi ata kanë edhe sulmues tjerë cilësor. Nuk është ndonjë mungesë e madhe sepse reprezentacioni i Belgjikës gjithashtu ka lojtar kualitativ si Openda, si Batshuayi, si Dekateled, si Van Aken, De Bruyne, mos nisi tash t'i numëroj. Po kjo nuk është se ne nuk mund të arrijmë qëllimin tonë nëse e përsërisim ndeshjen në Shkup me të njëjtin dëshirë, me të njëjtin entuziazëm, besoj se mund të arrijmë deri në rezultatin pozitiv. Ndërkohë në taborin e Maqedonisë janë të kompletuar dhe nuk ka mungesa, teksa seleksionuesi Blagoja Milevski pritet të nxjerrë formacionin më të mirë në fushë. Dueli ndërmjet Belgjikës dhe Maqedonisë së Veriut do të zhvillohet sonte duke nisur nga ora 20:45 këtu në Gent të Belgjikës.